Përmendë kujdesin e bashkëshortit. Sa realisht ajo është i kujdesshëm ndaj teje, ndoshta edhe si ai e ka menaxhu këtë pjesën e gjithë komenteve të cilat ti ke marrë sa i përket rrjeteve sociale, sepse tha që je goxha aktive. Unë jo vetëm për këto rastin veprimtarisë time, por edhe që nga rinia, që nga mosha 18 vjeçare, unë vin nga një familje qytetare, po tregtare, gjithashtu edhe Luani është për një familje tregtare dhe të dy familjet kemi qenë edhe pak, kështu të themi, pak ma radikal, sidomos familja ime, shumë ma radikal ka qenë, dhe kur jam martuar me Luanin, ai në vërtet ka bën ndryshime shumë të mëdha te unë, sepse kam pas shumë turp. Dhe ai ka ndiku shumë mirë nga aspektin e zhvillimit tim, ka ndihmu. Do me thënë, si burë më ka përkrah, kur nuk ka thënë, haj se kjo nuk bën. Mirë është, provojë, mirë është. Do me thënë, s'ka tentu, ai me më ndryshu mu, mirë po më ka thënë përkrahje, edhe i ka marrë përgjegjësit e veta si burri i një gruas edhe si baba i fëmijëve. E kjo përkrahja e Luanit gjithashtu ka ndodhur edhe në vitin 2020, kur unë kam dalë nga paraburgimi, edhe ishte koha edhe pandemisë, edhe Luani u mirte me TikTok e me sen të shëmobre, se tha, merë, është mirë, mundesh me pasë ndikim, mundesh me kriju shoqni të re, se isha e pak e mërzitur edhe mas vdekjes së djalit, të ndjerit, dhe kështu që Luani ato komente shumë i përballon të ta s'ka problem, le të shajnë, sepse edhe ajo të mëson diçka, se edhe prej shamjes, prej fyerjeve, mund të mësojmë diçka kritika, mirë po unë nuk pajtohem me ata, unë zakonisht i mbylli, i fshi kritikat që janë banale, sepse na duhet me mësu kulturë njerëzit. Do me thënë, të na paragjykimet, populli shqiptar, paragjykimet i ka shumë kështu, si me thënë, si hobi me të paragjyku, me dyshun ty. Por fëmija, për shembull, janë prek. Fëmija, gjeri sa një dit i kom të regu, shiko mam, çdo kush e ka një profesion të vetin. Unë e falenderoj babin që ai më ka bë ma transparente, ma e hapur, ma komunikative, sepse normal prej moshës 15 vjeçare kam qitë shamine dhe kam pas shumë peripeci në jetë, edhe i kam thënë fëmijëve, shiko, me një loj futbolli kur të luan, është edhe ata që duar trukasin, po edhe ata që gjuajnë. Prandaj, ndërsa jemi fytyra publike, normal është edhe dikush duar troket, dikush mund të fyej, të gjuhej diçka, por na duhet të aktrojmë mirë, sepse po nuk aktrove mirë, din edhe në vend të duar trokitjeve të gjuajnë edhe këpuca.